Ky emision përmban vendosje të produkteve. Miq të nderuar, përshëndetje. Jeni përsëri me emisionin Ma e Gjuhës. Dhe sot për ju dhe për vete, sidomos, kam ftuar një mike timen shumë të mirë, kam ftuar një grua të re, e cila ka kaluar shumë sfida, të themi kështu, sfida politike, sfida personale, sfida të ndryshme, të cilat kur ta mendon, thua, a është e mundur që një njeri të kaloj aq shumë sfida dhe të jetë aq e fuqishme si që është mikja ime, Bukurie Gjonbalej. Bukurie, ose Bili, si të thrasim të gjithë, mirë se ke ardhur. Mirë se ju kom gjetë, ju faleminderit shumë për nder, edhe për mundësi. Edhe po të lutëm sirën Bili se Bukurie më thirë veç mami kur i dhënot shumë me mu. Kështu që kush do që më thirë Bukurie, di që kom bu diçka keq. Si duket këto nanat e Malit Zi që ashtu e kanë se edhe mu nana Geraldina. Po, me rokja, po. Edhe mu Bukurie. Edhe plot jo me lidhën me nofkën Bili se vllajem kur ka qenë i vogël, s'ka ditë me mësirë Bukurie, po ai s'fodi, ka njësë qështu me thonë Bili, edhe den se imitojnë krejt fmit, krejt shpia, që ka me të kështu prej se di për vete, Bili. Jam Bili. Edhe unë prej se të një, unë të një me Bili, edhe te Bili mbetemi miq të nderuar. Faleminderit. Për ndryshe, Bilin e kom shoqe moti, qysh para lufte jemi njoftu. Shumë para lufte. Edhe në atë kohë kur jemi njoftu, Bili ka qenë në qarqe shumë të larta politike. Ne ishim në media, Bili ishte gjithmonë aty ku ndodhej diçka, ku nënshkruante ndonjë marrëveshje, si Rambujeja për shembull, ose ku takoheshin burgshtetasit e mëdhenj, si para lufte ashtu dhe pas lufte. Prandaj edhe është shumë interesante që ta njihni Bilin pak përse afërmi, për jetën e saj personale, mirë po edhe për aktivitetin e saj. Po, unë mendoj që komplet atë aktivitet është mirë, ta ndjekim një përmbledhje, një dokumentar, të cilin e ka përgatitur Ben Apolloni për Bukurie Gjonbalej. Bukurie Gjonbalej ka lindur në Tivar të Malit të Zi. Ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës dhe mban titullin Magjistre për Diplomaci dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare në Institutin Universitar Geneva School of Diplomacy and International Relations në Gjenevë të Zvicrës. Në të njëjtin institut universitar, në të cilin aktualisht është kandidate për titullin shkencor doktore për diplomaci dhe marrëdhënie ndërkombëtare, ajo ka qenë e angazhuar si profesore bashkëpunëtore, duke ligjëruar lëndët literatura dhe politikat, të drejtat e njeriut dhe të drejtën ndërkombëtare. Në nder të saj, si ish studente dhe ligjëruese e dalluar e këtij instituti universitar, Geneva School of Diplomacy and International Relations, ka themeluar program të ri të bursës për studentët nga Kosova, Shqipëria, Bosnia, Kroacia, Maqedonia dhe Serbia për nivelin master, i cili është emërtuar Fellowship Bukurie Gjonbalej for Diplomacy and International Relations. Ambasadorja Bukurie Gjonbalej u dekretua nga presidentja e Republikës së Kosovës, Atifete Ihajaga, ambasadore e jashtëzakonshme dhe fuqiplot e Republikës së Kosovës në Itali, më 12 korrik 2012. Në të njëjtën periudhë është dekretuar si ambasadore jo rezidente në Maltë dhe San Marino. Gjithashtu nga presidenti Hashim Thaçi u dekretua për Selin e Shenjtë në Vatikan më 2 nëntor 2016. Para vitit 1999, ambasadorja Gjonbalej ka punuar si asistente, konsultante dhe përkthyese në ambasadën e Britanisë së Madhe dhe për Ministrinë e Punëve të Jashtme të Gjermanisë në kuadër të zyrës Kosova Task Force dhe për Ministrinë e Punëve të Jashtme të Austrisë, me të dërguarin e posaçëm të BE-s për Kosovën ambasadorin Wolfgang Petric në Kosovë, Maqedoni dhe Shqipëri. Gjatë konferencës së paqes në Rambuje ka qenë pjesë e delegacionit të BE-s me presidencën e Austrisë dhe të deleguarin e posaçëm të BE-s për Kosovë, ambasadorin Petric, si dhe në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës si redaktore për Kosovë në zyrën e shërbimit të jashtëm të transmetimit informativ. Para inkuadrimit të saj në diplomaci, gjatë konflikteve të viteve të 90 dhe luftës në Kosovë,
Ambasadorja Gjëmbajlaj ka punuar si gazetare. Pas vitit 1999, deri në emërimin e saj ambasadore, ajo ka punuar si menaxhere për marrëdhënie ndërkombëtare dhe me publikun në Radio-Televizionin e Kosovës, këshilltare ligjore në zyrën e gjyqtarit ndërkombëtar në Prishtinë dhe Mitrovicë, si dhe bashkëkryesuese në njësinë për ndihmë ligjore për viktimat të krimit në Departamentin e Drejtësisë në kuadër të administratës së UNMIK-ut. Gjatë shërbimit të saj profesional, ambasadorja Gjëmbajlaj është dekoruar me shumë medalje dhe mirënjohje për kontributin e saj për pajtim etnik dhe fetar, tolerancë dhe paqe. Pas kthimit nga shërbimi në Itali, ka qenë emëruar këshilltare në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Shqipërisë deri në dorëheqjen e ministrit Gent Caka. Bashkëpunon pro bono me shumë OJQ që merren me mbrojtjen dhe promovimin e grave, si dhe me pacientët që janë të prekur nga kanceri i gjirit. Këtë vit është emëruar antare e bordit të SOS fshatrave të fëmijëve të Kosovës. Është nën e përkushtuar e një djali. Me punën e saj, ajo është bë një grua model. Prandaj, sa herë që bëhet fjalë për një gazetare, diplomate, grua të fortë, që ja del të përballojë çdo sfidë, ambasadoren Bukurie Gjëmbajlaj të gjithë e kanë në majë të gjuhës. Miq të nderuar, e ndoqëm dokumentarin për Bukurie Gjëmbajlaj dhe e pat aktivitetin e saj të bujshëm. Mirë po, ne si e kemi tradit, do të fillojmë nga fillimi, nga familjeria. Mos me të pyet tash ku ke lind, qa ke lind, pse të anet e kënej. Po du me të pyet për një ngjarje për shembull që ta ka shenu familjen e lumtur. Kom lind Tivar, në Malzi, do me thonë të dy prind i kom shqiptar të Malit Zi, dhe potencoj këta, se dishta me thonë që ato që e thonë gjithkon, prindët e mi kanë shku në shkollë në gjuhën sorbe dhe kanë mësu me Qirilicë. Do me thonë edhe gjerit i mi u po aty në letrat e dashnis, janë me kuptim shqip, po me alfabet cirilik. Po edhe fotografit e mija, se për para ushtria ka qenë 24 muj, edhe fotografit mami që ja ka qu tatës, për mas shumë bukuria me Qirilicë. Do me thonë, se kjo ka qenë mënyra vetme që ata me komuniku. Tash zi pse Anisa që kjo nuk është bashkë e lumtur. Jo, po me gjithë ata shqip kanë shkru, por me Qirilicë. Po, me Qirilicë. Krejt fëmiria e me ka qenë e lumtur. Do me thonë, e kom pas një fëmiri me shumë gjyra, se t'ja din bregdeti, kaltër, portokall, do thonë, me shega, me mandarina, me pemë, perime, kafsh. Gjyshi jam ka qenë njëri komun, edhe ka qenë shumë mendjapun si që dinë ty krejt ata që janë në bregdet, se bregdetar të ahonë me kulturat të ndryshëm, me njerës të ndryshëm, edhe janë shumë matë hapun, po thëmë këto se gjyshe e me dvuthajve, ata kanë qenë ma kreshnik, ma serios, ma matron, po, shumë matron. Dhe kështu që ju më rritën në Tivar, se ashtu si e thashtë, ata më ka qenë ushtar. Deri në cilën mosh kënë ndejtë në Tivar? Deri në 6, të sa ka fitu të ata një punë. Po, e përmena, pse ata, do me thënë e përmena që ata kanë komuniku me Qirilicë, kjo ka qenë arsyeja kryesore që ata kanë vendosë marrë në Kosovë, që unë edhe vlau jem mu shkollu në gjuhën Shqipe, ashtu si duhet. Se për atë edhe kanë lëshu Malin e Zi, edhe pse tata gjithmonë i ka mitë, se thonë i letë që unë edhe vlau jem mu këthy në Malzi, edhe me punu edhe me kontribu edhe mos me lonë. Mos mi u lonë, që thojmë na. Në një farë mënyrë ti e këthy në Malzi, e në qenë. Po, jo më këthy, po jo me punu, po. Jo me punu. Ngjarjet lumtura ka qenë, dhe me thonë, ka qenë komplet verën e kom kalu në Tivar, edhe gjdo pushim, gjyshi, anë ndaja dhe daja gjyshi s'ma kanë prish, daja gjyshi ka pas një punëtori, aty unë e kom mujtë me prek shara, goshda, me nërit sene, do me thonë, s'kum pas kurfar kufizimi. Nana Dajs ka qenë një gru jetime, i kanë ndek të dy prindet kur i ke pas 12 vjetë, me 13 vjetë agja e ka martu. Wow. Këto për thëmë në kontes të muhabetit të antarshëm.
Edhe ka kanë një gru shumë e fort, asi malsore e Vladimirit, nuk ka fol 2 herë. Arsyeja nështë pse unë e kom mërzi me dalë në publik, me thonë intervista, është trauma pejsoj nëse ajo sarë dojke me nem dikon të ke inshallah bosh për gazeta. Seriozisht, kjo ka kënë në masoj ma e madhe. U bofta i për gazeta. Edhe unë për atë e kom pas një farë traume, mos me dalë në gazeta. Mos me dalë në misione, në misione, asëse. Ti do me thanë sa vjeç ke qenë kur ke ardhë në Kosovë? 5 gjys, 6. 6. Tata ka fillu njerë në punën në Suarik, ka dhonë biologi dhe kimi. Dhe na kena jetu me një fshat të quajtur Ngelancë. Edhe aty ka vazhdu, do me thonë, fëmijëria jam edhe vllatem pa brenga, se na u gjushim në përkoshta, të Ngelancës. I qojshim bullicat të uji, që aty era pare kom pa bullicat, edhe një kanë qenë shumë wow. Edhe tata gjithmonë kur dojke me mguc në tregojke që kur ka lind vllau, mami ka shku në spital në Prizren, edhe na kena qenë, si thojnë këtu në Prishtinë, muhagjer. Po. Edhe tata ishte me marrë me vete në punë, me gjithë biciklet. Unë me gjithë biciklet kom inë në tavolin, tash paramendo sa imt kom qenë. Shumë e imt. Tata e mërke një shkrips të ke qetë që kom majtë bilin. E mirë, shkolla e mesme pastaj? Shkolla e mesme njajtë në Prizren. Po. Kanë qenë vitet e demonstratave. Kanë qenë vitet ku filloj, dhe me thonë, pushteti mu bo brutal. Unë e delësha në demonstrata bashkë me shokët e shoqët e klasës, edhe më bëjke tata, oj qik, thusha, se ke kujdes, thusha, edhe ata kanë babë, edhe ata kanë nana, thuke ata i kanë ka 5-6 qika, unë e vëq një kom për demonstrata, për me martu, për me shkollu. Po, e di, ku me përmenë shumë babën temë se ka lut një rol shumë të madh në jetën temë, më ka formu. Për shkak tina jam kjo që jam, ka qenë njëri pa para gjykime, ka qenë njëri që më ka shty për para, më ka besu. Unë e ti kisha thënë të e pash papën, përshoh papën me një elefant portokalt, a i kishton ku? Kur s'ka dyshun mu? Normalisht, i ka pas. Në të vërtet pastaj edhe në vërtet e ke pa papën. Po, jo në elefant portokall. Po, që s'm pas ka ronë men këtë detaj. Fatkeqësisht ka dikë baba mi tregu, po ka qenë njëri që më ka përkra, ka qenë njëri që mi ka vu kufizimet. Dhe me thonë, ka qenë një farë prindi që unë mundona me bo prindërimin e njëjtë me djalin tem. Se nuk më lejke për shembull me shku si thoshin për para zhurka. Po. Dhe kjo shkon 10, ktheu 11, unë, 1 orë. E qa me bo me 1 orë? Dhe kjo qa që ki, unë anë abon të eri 1. Jo, dhe kjo 11. Anë abon biletin 12. 11. Në shë, tate, të më bo nervos, dhe kjo, ani, ma mirë bo në nervos ti se unë. Kështu që edhe në tash ja bëj djalit kur diçka protestan për ndonjë restrikcion, thëmë, ani, ma mirë bënu ti nervos se unë, edhe kish pas mirë. E ke pas shtyllën kryesore në jetë? Po. A im thoj ke unë jam baba jatë, unë jam tata, do me thënë, në Malzi thojnë tata, y tatë. Thoj ke unë nuk me kuptu, unë nuk jam shoku jatë. Unë kom për detyrë me të bërtit, unë kom për detyrë me të thonë s'ban, ose jo, ose... Ka qenë rigoros, po edhe ka ditë me malshu ventilin ku duhet. Unë për shembull në shkollë mesme kom vesh miniqa, mini ndri që mu shminkat si Kleopatra, kritë ngjyrat e Ylberit, e soj të kështu... E sot grimerën teme refuzove. E kom refuzu se në kohën kur kom punu me refugjat në Kosovë, para luftës, mas pari u zgjeshim shumë herët në 4 mëngjezit. Në ora 5, atashe ushtarak që ishte edhe vëzitësi jonë, në Thojza, na i veshke pancirat, edhe ke nëse sulmojnë për janës majtë, gjunin në djathë. Nëse sulmojnë për janës djathë, gjunin në majtë. Që që sendi fundit është që të karon në është mu grimu, po edhe thjesht ishte pa vend, ishte shumë pashije, mësëm banale,
ato grotë, për shembull, një non, kurse haloja me traumatizume për tregimit sojna, tregoj këtë si ja ka nxjerr trunin djalit për xhepit jak në stina. Ajo tash, kështu, vërtet gjëri nuk me ta praj. Ose gratë që në tregojshin si janë dhunu. E tash, adin tim me kanë, si thonë këtu, e teleisën, nuk shkaj ka. Ti nga dal, fillon edhe futesh në aktivitet praktikisht, me pozicionet tuja që i ke pas në organizata të huja, ti nga dal fillon edhe bëhesh një, të themi kështu, një person shumë aktiv politik. Si ka qenë ajo periudhë për ty? Ka qenë një farë ndjenje krenarie që po mëj me kontribu. Se ashtu si e thash edhe e din edhe të gjithë që situata u bo shumë brutale, në ora 7 kishim orën policore, ka pas rrafje, arestime, dhunë, edhe veç u përshkallësu. Edhe unë edhe është dorëheqje prej gazetës ku kom punu edhe fillova me punu si në të vërtet si redaktore në ambasadën amerikane, po ambasadën amerikane në Vjenë. Intervista e me parë për Kosovarën, ka qenë me në atë botë, ka qenë shefi i qendrës kulturore, për pra po thëmë thojza se këtë bota e ka ditë që vështë qendrë kulturore, sa Michael McClellan. Po, Michael. Edhe, tha, nëse do në konkura, është të më thënë me punu për redaktore, i redakton lajme ditore, edhe qënë me i përkthy. Kom punu një 4 vjetë si redaktore, po mas 4 vjetëve njësa vëq... Po se në zyre, nuk ishte sfiduse, u që këja njësi me dollë, ka pak në skenë. Nisën gjanat mu intensifiku, situata njësi mu bo pak ma e gjallë. Ti edhe në atë kohë ke pas kontakte me UÇK-n? Po, për shkak të pozitës. Si ndodhi? Po, mas pari, na i kena njoftë, të gjitha ta kanë qenë djemë të Prishtinës, si ki njoftë edhe ti. Edhe ka qenë legjenda për ta, ka qenë mrekullueshme, para me ndolli Irak Qilaj, ka dalë UÇK. Ose Dardan Islami. Po, me Lirakun, me Dardanin kena komunikuar me telefona satelitor. Qashtë, po, dhe më thonë, edhe Davidi njajca kena me njësë me i taku këta ushtartë edhe në UÇK-s, a kështë qenë interesu me marrë me neve në për Teran. Unë dollën zizat për i syve. Po, jo tha për të prindit, jo tha është në regull është, po tha është punë e rrezikshme, edhe pse kena telefon sa të... Malë është ajo, Teran. Edhe kështu që, kështu njësi unë fillovëm i taku ata që, vërtit, kanë qenë persona mitik të rivon për neve. Edhe... Këto kanë qenë vërtet përjetime pa përsëritshme, shëqër, që së përsëritën. Erdhë lufta. Ku të gjeti lufta ty? Lufta më ka gjetë në Prishtinë me fajin tam. Kom shku prej banesës në banes, telefoni s'ka punu, s'misha me fol me vllaun, s'misha me fol me prind. I preva flokë se mora një letër njoftim një vajzës, një kojshikës. Dhe për çdo ditë shkojsha shkurt në banesë me pa mos më kalon dikush një porosi ose diçka një shaj tjetës. Edhe kum marrë receptorin, e kum pa që po ka një farë lloj signali ashtu veç i kom një do hapa të rënë, ashtu bum bum në përshkalla. Gjeri, ku me dekës, ku me haru qatë të merë. E kom këqyrë kështu për bira, që i kom po plët ftyrat paramilitarve. Edhe, tash, dyrte për para, si kanë qenë, ato të bardha, të holla. Edhe, veç që kom po kështu, jom ngri, jom stip, s'kom mujtë që as me lëviz. Po, me siguri mu ka rritë tensioni se e nisha zemrën teme që tu ra. Edhe i nisha ata tu folë sërbisht, po qa që mu mbyllën vesht për i frikës, sa që nuk nisha qka thëshin. Edhe në atë moment ka të cingru telefoni.
e vërtet asi në për filma. Dhe ata u shukatën, unë s'di, ndoshta një kum dek qatë ditë, pak. Dhe unë dalën, dhe s'di, kur s'di m'ja spigu vetës, pësa shkun të poshtë. Të regua që ku marrë prej Rambujes, më dhe në komplet... Prej Rambujes edhe direkte në gojë të ujkut. Në gojë të ujkut, po. Në thojshën, bëni paret tima, ka 5 marka, ka 10 marka, që mi u dhonë ushtarve, rrugës, adën. Edhe kështu që i kom pas, në për krejt valigjet i kom pas marka të shpërndame për rrugës Rambujes. Edhe kështu që më thonë që kom qenë një refugjat shumë ekskluziv, se me valigjet Samsonite për Rambujes. Tash po të keshët. Po, tash po më keshët, po jo, s'është për me qesh, vërtet. Jo, s'është për me qesh, se kur ka zbardh agimi qëri, nuk di s'ka fjallë që e përshkruan atë merë të pih i njerëzve të shtrit, në loq. Dhe thënë, të gjemu, se të smut, të unë, fëmi, 2 gra kishin lindat natë, një plak kish vdek. Do më thonë një atmosferë apokaliptike. Gjaja parë që kom bash që kom thirë babën tem, tatën, e kom thirë në të vërtet në Malzi, gjyshën. Edhe ajove që unë e kom thonë, nane, bili jëm, ajove një farë shpeshtja që se kom kuptu, po më ndim të regun mu që në të vërtet, dikush e ka thirë Augustin Palokën në atë kohë, në Bruxelles. Edhe i ka thonë, bashk me Femia Aganin, e ka ndra dhe bilin, po nuk po kallëzojnë. Edhe gusta, sot asaj ditë dhe thot të mirë jem kër i kom kallëzu afrimit. Edhe vlau jem që pa një pa dy e thirë, prindit edhe thot e kanë vra bilin. Edhe më ndim të regojnë, po mundona me të regu sa ma shpejt edhe sa ma ftoft, se është për nëna shumë emocionale. Edhe të mitë, familja me në Vusaj kanë qenë të hangër drikë, do me thonë gjyshja, tata dhe mami. Edhe kur i ka thonë, ka full me mamin, ka thonë e ka ndra bilin, po nuk po kallëzojnë se femën e diçka, qështu diçka, edhe tata e më qu e ka dhe cigarën dhe ka thonë, shqyrë sotit. Edhe, do me thonë, para me do qëfar kohë e ka qenë që me thonë, shqyrë që e kanë vra, e se kanë marrë me dhunue, me copkue, me torturu. Do me thonë, vdekja ka qenë një farë bekimi, për që e kanë hapë pamën për mu është bo një po, o pi kofja një herë. Që që edhe që ato e kom prjetu. Edhe pastaj e ke thirë? E kom thirë, jo, unë e thash tate bili. Unë e tu mendu që o trondit, që isha trondit edhe unë e me më thirë tash djali jam, mas disa ditëve jave që si kom dëgju. Edhe në tate, mande, ja ka dhënë mami telefonin, mami jam, ku jeti? Ku jeti? Mami ti fika si bregdetara, ashtu, means business. Okej, s'pas ke dik, ku je? Unë se kom ditë këto, thash që ka tata, le, kur që hajtë se që ta shqetësot, adinja në mërzit për ty ku je, thash, në Shkup. Që hajtë u po në Shkup? Do më thënë tipike për nonën tëmë, e adhuroja, kur gjo se trondit. Që kur gjo. Që e ty bo në Shkup? Po, që e ty bo në Shkup, adin se kur me thonë që jëm... A je dalë me shku me blek puca? Qa ashtu diçka. Ne e kemi ftuar sot këtu, në shtëpi, Olën, për shkak se Bili gjithmonë ka deklaru që nuk din me bo me hongër. Nuk di. Mirë, po me gjithate ka mësu, kove të fundit ka mësu, se fundit është nanë dhe kujdeset për djalin e vetë. Kështu që e kemi ftu Olën që të përgatis diçka për të, edhe Bili prej këti pozicionit, do të shkoj te Ola atje, edhe ta shofim se çfarë do ta mësoj Ola sot Bilin. Përshëndetje. Po vjen mirë që ma në fund takova, se për çdo dile Ulna kështë me mësu diçka prej teje. E sot do ta bëj një tavë me orez, e cila është pak ma ndryshë se sa që e kemi bërë. Është me tregu djali jam shumë e donë orizin, për që di, e hanë orizin,
edhe e hanë mishin e pullës, po perimet nuk e hanë. Kështu që nëse ma tregon ti mu një formull të Coca-Cola që me shti me hongër perime. E që bashkë mu ashtu njëjtë është që për shembull, kur nuk i hanë fëmijët perime edhe i kuptoj plotësisht sepse nga njerë edhe neve përtojmë me hongër, po i hanë se din që duhet me hongër. Atëhere, kur dësh për shembull me përgadit tavën me oriz me perime, atëhere krit perime që ka ki qef me hongër djali jyt, i futi zil me mish. Në thonë e qetë mishin e pullës, pastaj e qetë, se këtu që është, domata, karota, gjethe dafine, selino. A me ta tregu një miniatur tina javën e kalume e bona krah se i donë shumë krah të pullës. E thash, Marin, hajik perimet. Tha, mam, tha që kjo pulli ka hongër perimet. Tha, kështu që unë e pejha, bashkë me mish pejha dhe perimet që i ka hongër pulla. Po. Dhe karotat janë ato që cilat fëmijët zakonisht nuk thonë Jo, a i hanë. Edhe karotat apëshe, do shumë im me blu, dhe këto kështu bohën i fërgonë bashkë Po, në që qipë. tregohë se me gjithmonë i djegi këto qipë. I djegi, së di, veç kur të këtena djegu na për spital. Pse? Po të se di, se s'di. Jo, që. Nga darë. Që ato të thash, a e qetë flokën e ullët, temperaturën e vogël? Për shembull, kjo pllaka është deri në 9, unë e kom qytë në 7, fillimisht. Pastaj, deri sa e merr ato e lëshon atë ujën e vet, sepse nëse nuk fërgohen mirë, atëherë dallohen oriz. Nëse këto e fërgohen e hupin atë lagun, atëherë kur t'ja qesim ujin e mishit, atëherë ajo kthehet ajo përbamja e ma hershme. Domethënë, fillimisht e qet në temperaturë të lartë. Pastaj, kur derisa të bëjmë orizi gati, atëherë mundesh me ullë, që tash për shembull e ullim pak temperaturën. Po ndërprej unë e kom lexu me ja qitë pak ufull balzamiko, edhe nuk kapët, edhe ujë. Edhe ma debilenjoni shkujtë të derisa të avullon krejt ujnë, atër jonë karamelizume. Përshë ka pleqnia, për mësoj edhe në dëfora. Po nuk e di tash, për shembull, unë nëse balzamikon me tregu drejt. Unë e du se e bregditit. Po, Më pëlqen ajo shia. Nëse e preferoncë mija, vetë, pse jo, mund është lirisht me Po, a i ka qift të shijet mediterane. Tash ka është në rasti, për shembull, kur dojmë zakonisht kur përgatisim oriz, është diçka që gjithmonë e kemi problem se sa duhet, qysh duhet, tek duhet. Sa uj, unë gjithmonë e kom problem sa uj. Kemi që unë e përdori me vite Ducato di Mantova, është shumë i mirë. Edhe tash për shembull, orizi shkon një filxhan, një person. Jeni 2 persona, e ke 2 filxhana oriz. Do të thonë 2 filxhana kësit kafes. Kurse uj, 2 fish. Do të thonë 2 filxhana oriz, 4 filxhana uj. E tash na jemi këtu sot pak ma kalablak, e piqes 5 filxhana, 2, 3, Mirë është, mirë. 4. Gjanë e halës e kom kuzhinjar, edhe kur nëzina ngosht e thiri ato dhe vllaznim, sa uj me i qitë. Kështu që i kom do kështu SOS numra që më tregojnë. Sot është letë, kemi për shembull në internet shumë emisione, edhe pse emisioni Gjerit është një ndër emisionet të para që është marrë me kuzhinën, me recepta, por ka dhe emisione në YouTube, është me vërtet, ka mundësi, por nga një herë ato që jo në YouTube atje të mashtrojnë, duket që del ashtu në përventi kom provu, dhe nuk është gjithmonë njëjtë. Po unë edhe mamin kur e pës, ajo ma bën qiti me tahmin. O, sa me tahmin, sa filxhana, sa lu. Po me tahmin të kje e shefte. Sa ajo gatun që 40 vjetë, ajo normalisht, ajo me shtymë shilë. Po dhe kemi pas tahminin se dihet. Për para e kanë thonë, nana tona kanë thonë, sa me qitë shëqer, me tahmin, sa me qitë me dhe sa trashët. Sa me qitë kryp, ma e të gishtave. Me sy, po. E tash, orizin këtu i qesim, do me thonë, për sa persona janë, i qesim qaq filxhana dhe pastroj mirë. Pastaj shkon procedura tjetër. E tash, apo shë, mirë është me fërgu orizin deri sa e vrejnë, apëshe që nuk ka ullë.
Uj, po dhe, tja qite uja, apo uj i orizit? Uj i orizit, uj i karotës, qepës, do më thonë tash të jonë metë, jonë bashkëdyzu, këto jo bo një masë kompakte. Edhe kur mos e qitë biberin e kuqës e zi, kur ka uj në... Apo? Sepse nuk bëhet të shishme. Okej. Dhe më thonë, zakonisht e pref, me ushter ujin që ka do qëtasht, edhe me qitë biberin e kuqë, pastaj ajo bëhet ma mirë. E biberi kuq në fund? Kur e fshe që është hek uje, atër janë shtojnë, masi ka karota, i qesim pak, me thënë speci, biberi kuq, biberi zi, erzat, ato janë punë dëshire. Dhe më thonë, kjo tash t'ju kry, tash t'je marrin të pësin. Se po në ka qipori, unë me duk në gjitha. Jesh më si dhe, që sot jenë në safiri jemi. Po. A muj, gjdo emision më arë, Tash e vem këto kështu. Zhamull për para, nana tona e kanë fërgu në të pësi. Po, dim kujtot gjyshja që është të bëjtë. Do të thoni kemi qitë 5 filgjana orez, tash t'i qesim 5 filgjana uj. Unë para prakisht, para se me fillu misioni, mata këto që me qitë ma let, edhe tash t'i qesim 10. Prej kësajnë, që të qenë ka sekrete, se unë i qesë uj qismës. Jo, zemër qismës, ajo qismës nuk ka të në shije, ta kjo jep qatë shijen e mirë. Apo shetë që duesh më shoshnu me mjeshtra? Ta marë për duket shumë. Qëta më ishte kjo, apo she, ven që ka marë atë formën edhe gjyren. Edhe ta shte, nga dalë i rendisim shpatlat, i qesim kështu. A me hek qëta? Tash për më duk ta pak ma mirë këta, dhe më thoni që të pak piper të kuq ka qikave ndajnë kështu, që më duk ma të skuqën, më duk ma mirë. Edhe tash të kjo është e gatshme, tash mund është me ma qelë furë me ndimune se da. Po. Maksimum 300 qanë ka, okej. Ashtu, falenderit. Falenderit edhe për teje. Edhe tash të e fusim në të edhe kjo besoj që për 30 minuta është e gatshme. Qërë vreni tavë, me qitë në sofër që kanë thonë edhe sultoni me tarë marë. Edhe tash mune me liresht, me servu. Në për t'i bi pjatat. Edhe tash. Falenderit, një mëshin durt. Të marrën që t'ka qikon në të vogër. U përzim. Da, nësë është problem. E mirë shumë. Shumë e mirë. Kjo mëshin durt? Unë e po ngina që tash. Edhe përshkoj me vazhdu me po muhabat me gjirin. Vjen mirë që takova. Po, ashtu. Vjen mirë që Të të rërë komu më shif, që ashtu se të. Me ty me shpërnda disa këshilla, edhe besoj që takova me përsërit. Pa tjetër. Si do mos kur jo mund. Kalofsh. E pi gjallit të të herë. Ashtë dhe të mirë. Miqtë nderuar, Bili e përfundoi recetën me, në të vërtet, Ola e përfundoi recetën, Bili e mësoi një recetë të re edhe pse tavën me orez ka ditë me pregadit. Po jo si Ola. Jo si Ola, në mënyrë tjetër e ka pregadit. Edhe Ola, qysh është kështu krejt shpirt, ja ka tregu në detaje se si e çka duhet me bë. Edhe përfundoi receta, Marini tash do ta haj një lloj tjetër të tavës së orizit. Ndërkohë, ne na kanë ardhur dhe ëmbëlsirat prej Rudit. Ta ka pru ty cheesecake, po më duket as di si i thojnë asaj ëmbëlsire. Po, vetëm ja që ka pru. prej. Lidhje s'kam, veç janë ëmbëlsira fantastike të Rudis Cake Factory. Dhe do të kthehemi në diçka pak më të lehtë, pak që nuk na shtrëngon shpirtin edhe zemrën. Koha pas luftës, je kthy në Prishtinë, ke fillu me punu, edhe na trego diçka të bukur që të ka ndodhur. Pas luftës, kom punu në British Council, Këshillin Britanik, se
Londra, kolegët e minë Londra kanë menu që mjaft me terene, me kriza, me lloçna. Dhe Këshilli Britanik është diçka që është normal, qetë, libra, lapsa, shkumsa, guma. Po qa ka ndodhë, edhe unë me ciprit ndodhi që në të vërtet se kom mendu, mas 2 muaj nisa me rënë depresion. Si e mësu me najt me një vend? Jo. Plus që kja... Me akcion? Plus që kja, se e kom ADHD, gjithmonë du të me levrit me bu, diçka me dur, kështu që nuk kom najt shumë aty, kom të ndorheqe edhe kom shku me punu në Mitrovic të Veriut në gjykat. Aty kom njës me marë vrim prap, kom punu si këshilltare për gjykatësin ndërkombëtar. Aty i kena pas fillu rastet e para të krimeve kundër njerëzimit e gjenocidit në gjykatë të Veriut. Ka qenë, domethënë me një borë edhe burgu ka qenë. Edhe sa e arrestojshim një dikush që ishte i dyshuar sërb, krejt Komiteti Sërb na rrethoi ke na i kallshin gumat, na gjushin me gur. Kështu që prap u gjinda unë në kiamet. Ti kesh sa dush, veç prap nuk është e lehtë kjo që po e thu. Ka qenë periudhë, edhe ajo e ka pas një farë sfide të vetën, po edhe një farë krenarie, një farë mburje, se ka qenë gjykata e parë lloj të tillë në Kosovë, domethënë që e formoj ke unë miku në atë kohë. Njëjtë, gjithmonë kam shumë fatë se gjithmonë i kom do shefa të mirë, të kuptueshëm, që të mësojnë, edhe aty i kom pas, plus në ekibe Kelmendin, sa ajo ka qenë bashkëkryesuese e Departamentit Drejtësisë në atë kohë. Dhe aty e kom taku edhe herën e parë Feride Rushitin, aty e formum edhe një sitin për mbrojtje të viktimave të dhunës, të krimit. Kështu ka qenë fillim. Mandej Feridia e mori këtë pjesën për të cilën është nominu për çmimin Nobel. Shpresojmë që do ta marr. Për mu mjafton edhe që edhe nominimi vërtet, edhe është diçka monumentale. Ti ke punu tërë kohën me të huajt dhe në mesin e të huajve, si thojnë shqip, e gjete fatin e jetës. Jo bashtjetës. Jo bashtjetës, por në fillim, ashtu është mendu praktikisht, u njofte me Michael Steiner edhe u martove me të. Si ndodhi ajo? Atër në 2001 vdes zjaja, tata, dhe unë e la gjykatën se nuk mu isha më mi po njerëzit të qajtë, zdo mos të e vra një tjetërin. Fillova me punu në RTK. Fast forward, një ditë po vjen drejtori Indiri, Agim Zatriqe, dhe po të bili bashkë me Astritin Saliva, i ka qenë Zavenzit. Po thot, ka ardhë, sonte është një pritje në ambasadët amerikane, edhe është edhe ky Gjermani që ka këtë. Se unë nuk delsha, kërkon, një vjetë, hiç s'kum dalë. Dhe edhe ata marrin mesazh, hajde 5 minuta. Ne së shkova në atje edhe aty të parin me pa prokurorin amerikan që kena punu bashkë në Mitrovic. Edhe ati një ndërkoj kishtë dek baba. E tash ti paramendo gëzimi jem në mënyrë bizore, të thëmë, që për gjaj dikon që më kuptan, me fol, për vdekjen e prindit. Edhe tash ajtu më tregu mu, të më thënë, përvojat e tina, edhe unë e t'ja plotësu, po vjen Agimi për bili për du me taku me zotin Steiner, edhe unë u ktheva shumë e iritume se më ndërpreju mua abetin që unë dojqa me fol. Dhe Michael më tha, më kanë thonë që duhet me taku femnën më të pashme dhe më të meqme në Kosovë. Qisi. Edhe në vëqë që këmë thonë, not impressed. Edhe më këty me vazhdu me fol me këto. Edhe vëqë këmë një Agimin të thonë, ke mujtë edhe mjasha nonën edhe me gjume loqë. Se u ktheva, ja ktheva shpinën. Edhe më ndoj mas një javë, e ka marrë dikun telefonin, thiri asistentja atina. Edhe tha, po donë zoti Steiner, tha mi uftu në darkë. Thash, unë e muj me juve me dalë në darkë, në telefon, asojna. Thash, se ju po më thirni. Po tha, po thiri namën, thash, po pëse namën, thash, do më thonë, nëse ju më thirni, unë e bashkë me juve me pas darkë, po a i du të me më thirë vetë. Mas një javë më thiri, tha, this is Mr. Steiner, edhe në telefon a i vetë.
Tha, të lutëm, tha, vënë e re, tha që unë e vetë po të thiri. Okej. Tha, a mundë me dalë në darkë, thash, ta këqyri agendën. Agenda eme, jo shpras, po bira. Thash, s'qenë kom e lirë këtë javë, thash, a bon javën na tjetër. Se di pse e kom thonë, vërtet s'kom qenë interesume, kom qenë shumë interesume mundi keq, me qajt, me vujt për babën, që hala e bëj, po edhe ku ju treguj durushëm, ande nisi me qu lule në punë, edhe më gutëshin kolegët dhe kja gjimi dhe ke, kush ka dekë sot, se më që i ke lule, me tekst Shqipa për Shqiponjën time, ku me ditë kush, shtu nisi mu duk simpatika, din që më në ke me diçka Shqip. Mas disa vjetëve, unë e takoj një ambasador japonez në Rome dhe ma bon, ti ajo, a për një me burjo të ka pru lule me tanksa? Thash e më të shku e të trosh. Thash me tanksa? Po, gjatë luftës, i ka nal luftimet veç me të pru lule, do më thonë, thash, a ke parasysh si bon këto? Si rriten, po. Si rriten. Hiperbolizohen. Po mirë, kur fillove me shpreh edhe ti interesim ndaj Michaelit? Nuk më kujtohet saksisht, po ka qenë edhe hala është me shumë humor, shumë është i meqëm, shumë profesionist, edhe atër edhe hala është. Këto më kanë tërhjek si dikush shumë interesant. Dhe jo, e ke parasysh, unë e shefa e kumë pas Robin Cook, edhe Joshka Fisher, 2 shefa. Edhe Clintoni ka qenë aty, edhe Albrighti, edhe nuk ishte që unë shtajniri. Jo pse unë e ko meritu, po ishin rëthana që unë i kisha taku këta njerës. Titulli ti nuk më bëjke shumë përshtypje. Po. Nuk i ka ba përshtypje me i qu lule, me i qu SMS, a mirë, po sot e ka qu një video shënim për Bilin, edhe më duhet një prononcimi joti për Bilin. Qa ka thonë? Ka thonë që s'din me zi. Pët, a mos ju ka të regu që më kam su me zivi 1 minutë e 20 sekunda? Jo, ate se ka thonë, ate presim ti me na e të regu se si. Qfar mburje, dërsa tani të ndjekim ish bashkëshortin e Billy John Balajt, kryeshefin e Unmikut atëherë, Michael Steiner. Hello, this is Michael Steiner in Munich, and I am requested to talk about Billy. Now, Billy is a very sweet person. She's elegant. She's deeply caring. She can be very, very funny. And she is strong-willed. Billy is a deeply rooted Kosovar, but she is not narrow-minded. She's all of that. But cooking. You know, I remember she once, when we were in Pristina, wanted to prove me that she can also be a good housewife. And she told me she wants to prepare fried chicken for me. So we went to the supermarket in Pristina, looked for chicken, and she chose a very big one because she thought the bigger the better. But this was a soup chicken. I didn't say anything. So she tried to cook it and tried to produce a fried chicken. And I must tell you, I didn't tell her then, but I must tell you now,
It was awful. So cooking is not her strong side. But on the other hand, Billy is one of those Kosovo female superstars you guys in Kosovo can be proud of. All the best. Shumë bukur e ka thënë. Që si ish burri kur të kesh. Që? Që? Apshtë? Po. Qështu duhet me eduku ish burrin. Që ashtu duhet, krejt ish burrat me thonë, s'ka dit me gatu. Punë e modhe që s'ka dit me gatu. Mas pari e ka dit që s'di me gatu. Po. Të më thonë e ka dit për fillimit. Tash. A ka dit ky me gatu? Jo, këto njëtën e vetë ka pas gjellbërës. Okej. Kështu që unë nështë apë mëndoja arsyeja pse jo martu me to, se ka pas gjellbërës. Edhe dikush që ka e kuros. Bili, ne e dim që, për publikën të tregojmë që ti ke adoptu fëmijë. Ke pas peripeci shumë të mëdha derisa arrite që të adoptosh fëmijë. Adoptove një djalë bukurosh. Në cilin vit ka qenë kjo? Marini është një mrekulli mas pari për vete, mëndej për mua dhe për krejt botën. Gjithmonë në thëmë që nuk e di pse kom vendos me adoptu, nuk kom ndonjë spjegim shkencor. Jo shkencor, as për se vop, as për sa dok, as thjesht ju më qu një dytë edhe këmë thonë për du me adoptu një fëmi. Tasha i ka 10 vjetë. Nuk kretë klishet e botës, do të me t'i thonë që me përshkru ato. Një prej klisheve është që vërtet së më kujtojt jeta para tina. Kur i shoh fotografit më kujtojnë, edhe për shembull thash Michael, mu kthyja i filmi për mas periudha kur kom qenë e martume me ta. Po kështu e kom një farë si adin me pikselat shumë të mdoja. Nuk si është do të me ma përkujtu dikush, ose me pa fotografit, ai ma ka marrë krejt vëmendjen, krejt dashnin, krejt kujdesin. është s'po di kam ja fillu, kam e kap. Praktikisht ky 10 vjetëshi me Marinin është pjesa me bukur e jetës e Bilit, ashtu e na e thot edhe në shoqëri. Edhe mas fidusja. Edhe mas fidusja. Se kom pas ditë sa isha e durushme. Nuk e ka ditë sa është e durushme, por nuk e ka ditë edhe që mundet me ja dal e vetme. Se në kohën kur e ka pas adoptu, thonte a do t'ja dal, edhe po ja del shumë mirë, djali është si yll. Do të kthehem te një sfide jotja personale, praktikisht e kanceri i gjinit. Ti nuk heziton të flasësh për atë gjë, ti nuk heziton të tregosh me çka e ballafaqu. Unë e di, edhe shoqënia e din që këtë sfidën tënde, luftën me kancerin praktikisht, e ka bërë shumë Bexhet Pacolli. Praktikisht komplet trajtimin, komplet të gjitha, me mjek, me çka është dasht, praktikisht ai ti ka heq. Edhe atë e ke, të themi kështu, mik të shtëpis, mik të shpirtit, edhe Marian bashkëshorten e tij po ashtu, se tu kanë gjetë në momentin më të rënd të jetës. Unë e kom qenë empime, unë nuk e kom ditë sa rënë është, unë nuk e kom ditë sa keq është. Thjesht nuk të përbin një val edhe nuk e oksigjen. Edhe adin truni kur të metë pa oksigjen. Po Vlora me batonin, do thënë gjëra që ta kone me batona gjion, kanë folë me Bexhetin. Dhe e di që Bexheti më ka thirë, kena dalë me pi një kafe aty poshtë manisës teme dhe më ka thonë që shfolaj, mikja jam, a bën ti veç disponim të mirë me pas, a ma hek ti që t'kajle, mos me m'kajt, mos me mërësit, më thonë, edhe më m'karë torp, mos me thonë, normal, edhe më thonë, po, edhe, kështu që po, kretë trajtimin e kom kry në Lugano, në Zvicër, mbaj mend që unë e shpesh e thëmë se po, do të
me potencu këto që bëqët Pacollim ka thonë që unë e kretë po t'i paguj, po bone mu falenderove diko publikisht këtë parët ku me t'i lip prapa. Për shembull, për të regoj disa miniatura, unë e kom kry kemoterapinë e parë dhe mes 2 minuta me njerë më ka thirë. Tha e kryve, tha kemoterapinë. Do vëna i kishtë e thinë në spital, ja? Thash, po, bëqët. Hajde, tha ti, shko në hotel edhe vesh unë që tha për shkojna në darkë. Unë dojsha me dikë se tash paramendo për kemoterapinë, paramendo në që me nërë me thonë këthene, pakëshe, adhe në të vinë flokë, ti e tu e prit qatë mirën, adhe në ulesh edhe pratë me të arë treni me të bollam. Adhe në thash, jo, qëfar darke, aj pëse, po adhe në thash, tha e kryva, ane, po jo, thash, se adhe në, thash, ta shokaj, thash, muj me vill, ane, vill dhe fshina, unë e thash, por zona, ane, rzo është qojna. Gjithsesi, kanceri nuk është i lezetshëm. Unë jë mundu me kalu me humor, po nuk është i lehtë. Është një betejë, është një rrugë e gjatë, është një betejë që askush si shto është me kalu. Po masi kom pas për kroje financiare, ka qenë gjysa të keqës. Kur nuk e haroj atë notë, atë ditë kur i mu ka konfirmu që kom kancer në malin, ka qenë ballo pranverore të jo, një stenësh. Edhe unë veç e kisha qep fustonin të krenari ashtu me zhaga me sana. Edhe Vlora tha, Bilisa, a qa po bojna sonte? Thash, po shkojna në ballo. Jo, Bradin, hajtë, tha, po dalim po hajmë diku darkë qitu. Jo, thash, po shkojna në ballo një stenësh. Tha, je sigurt, e unë ja bona, pse, a mos kom kancera, edhe kena njës me qeshtë e dyjat, edhe e kom fotografin për asoj natë, jëm kujdes mu shminku ekstra mirë. I ke pas flokët e kapuna me... Po. I ke pas të punu me flokët. Po. Edhe më kujtohet shumë mirë se mu ma ke thanë atë natë. Po, se thosha nuk... Nuk jam mirë se jam diagnostifiku me diçka. Gjeri nuk më isha me logarit, adin, levrit njëre, është një diagnoz që thash, kërkush as një vesh i njerit nuk është i pregaditun me një. Mirë, po ti nuk e kem shef prej ditës të parë fare se kem shef. Edhe ke qenë shumë tranquility ke pas, e ke pas një qetësi. Ashtu si të thash, e kum pas, për mu ka qenë turp mua nku, kur kretë dynjaja u qu me më përkrohe dhe me më një mu. Mirë, po ti e kete i kalu edhe atë fazën që thojnë 5 vit shene, që ka di une, kështu që ti je cancer free. Tash je shumë mirë. Ti kthehemi një gjëje tjetër tash, punës. Ti u emrove ambasadore në Itali. Je taku me shumë burështetas, e dëgjume edhe në dokumentarje, je taku edhe me papën. Do të shkojmë me një prononcim të asistentes tënde në ambasadën e Kosovës në Itali, të Albinës. Albina Gërgjaleo. Përshëndetje Gjeraldina, faleminderit shumë për ftesën. Është një nder dhe një privilegj për mu të flasë për ambasadorën Bukurie Gjembalaj, edhe pse me qenë sinqert, duhet shumë e më shumë kohë për të përshkruar gjithçka që ajo ka përfaqësuar për mu. Kam punuar në ambasadën e Kosovës në Rom për 13 vite dhe 4 prej këtyre viteve kam pasur nderin ta mbështes ambasadorën në misionin e saj. 4 vite plot jetë në aspektin profesional por edhe njerëzor. Si shefe, mund të them me gjithë zemër se jam pafundësisht mirënjohëse për besimin e plot që më ka dhënë gjithmonë. Ishte një udhëhecë e jashtëzakonshme, guximtare, e palodhur me një zemër shumë të madhe. Kishte gjithmonë objektiva të qarta dhe mund të punonte pa problem edhe 20 orë në ditë, ndonjëherë edhe shumë më tepër se kaq. Si lidere, Bukuria nuk ishte as pak frikë nga askush, nga asgjë.
kishte ide të qarta dhe parime të forta, dhe kur besonte në diçka nuk kishte luftë që ta ndalte. Ishte gjithmonë e gatshme që ndronte përballë kujt të do, me dinitet dhe bindje. Kemi udhëtuar anën mban Italisë për të takuar nga afër komunitetin tonë, për të qenë pranë familjeve me fëmijë të sëmuar dhe shpesh ajo vepronte si bukuria, si njeri e jo si ambasadore. Ajo që më kalon më së shumti gjurmë është pikërisht humanizmi i saj, zemra e saj e mirë, për kushtimi pa kusht. Kjo është bukuria që unë një dhe dua të ndaj me ju. Faleminderit nga zemra Gjeraldina që më dha mundësinë të ndaj këto kujtime, të përqafoj fort dhe të përshëndes me shumë respekt. Miropafshim. E morëm ne Albinën se e dim që ka qenë asistentja jote edhe ka qenë dora jote djathtë. 2 dur. 2 dur, dora majtë edhe djathtë. Jo, i kom pas 2 asistente, më fal që po të ndërprej. Domethënë 2 vjet unë e kom operu vetëm me 2 asistente dhe një vozec, një shofer. Domethënë që kjo ka qenë stafi jam. Edhe kanë qenë edhe hala do të mbesin ton jetën në kujtimet mia më të mira. Se unë e di prej shefave të mi, kur kom punu që tregova përpara, sa është me rëndësi që ta kesh dikon që i beson, që nuk nguron me ia dhoni detyrë, që e din që ka me kry, që e din që s'ka me bo gabim. Po edhe nëse bën gabim është njerëzore, normalisht edhe mua kanë falë shpesh herë. Dhe kështu që kom pas edhe unë fat që kom punu me këta kanë qenë staf lokal, staf vendor. Tikun mbas luftës edhe me qira, me shkolla, hala të kry, pjesa e më e bukur e diasporës tonë. Një asistente hala është, domethënë ajo është ka qenë në Shqipnis, e Tepelenës, po ma punëtore, ma profesionale. Domethënë, unë e epsha asoj, jo me redaktu italisht, tekstet po edhe shqip. Të tret kanë qenë me fakultet, me master, domethënë, mund vike të tërë, shoferi jam ka pas master në filozofi. Bilem të regoj këqush me Halil Matoshin ka studiu, edhe plus edhe në mosh. Kur të thashun që kemi një SMS pazarar, tha, kuj do t'ja qoj unë SMS-in pazarar? Veç mjeshtra kom në telefon. Mirë, po unë tash duhet si pas traditës me ta dërgu një SMS edhe ti gjej... A muj me lexuna, apo... Jo, ti e dërgan... Okej. Copy, okej. Kështu, po qojnë Viber? A ti qojnë 3 apo 2 mjeshtra? Ku dush? Në 5 vende mund t'a dërgosh, ti e përzgjidhi kuj do t'ja dërgosh. Mesazhi që Bili ja ka dërguar miqve të vetë, tinglon kështu. Njerëz, po ju lajmëroj se kam filluar negociatat më serioze të karrierës time. Po mundohem t'ja imponoj botës që petullat të bëhen ushqim zyrtar diplomatik. Okej. Mos u shqetësoni, por nëse do të kem nevojë me organizu një protest në përkraje të petullave, a jeni të gatshëm me ardhë në Bruksel, me nga një lugë në dorë dhe 1 kile miell. O, zotani, ja më dërgu gustës. E paramendoje Beni që nga dhuru si petullave për shkak se SMS-in e... Kushe Beni? Ben Apollonia. Okej. Beni e ka po Wow. SMS-in, ndërko deri sa presim ne përgjigjet. Masi po folim për petulla, unë ja kom bët djallit do petulla, po mu pas ka njek djegun atë dorës, jam sakatu 2 petla i djeki edhe e qas vetën. Sa ju në qëshme i bo që mos mu sakatu. Okej. Për ndryshe tani është koha që të shkojmë tek pytjet me spec, të cilat i ka pregadit Beni. Hajde fillojmë. Po shpresoj që ato pytjet që jam përgjigj. Aje, kamarnozin ta heq. Okej. Qka të ka kërku Brad Pitti në Malta? Brad Pitti? Po. Unë e kom qenë ambasadore e rezidente edhe në San Marino dhe në Malta. Edhe kom përfaqësu njëjtë Kosovën si ambasadore edhe në Vatikan.
kur i kom dorëzu kredencialet të presidentja e Maltës. Po. Të njëjtën kohë ka qenë jubileu i pavarësisë Maltës, ku prezent kanë qenë edhe Princi William, e ka përfaqësu kunorën, mbretnore, edhe Brad Pitt me Angelina Jolie të njëjtën kohë kanë pasinqëzu filmin për krizë martesore. Jo, diçka për një krizë martesore, unë e kom pas... Po, nuk është The Tourist, është diçka tjetër. E di cilin. O shumë film depresiv. Po, shumë. Okej, edhe ata do më thënë kishin pas qëndru në Malta me mujtë tona. Edhe të njëjtë kanë qenë se mas dorëzimit kredencialeve ka qenë një farë pritje për të gjithni. Ka qenë Prince William para me, se ka qenë me karocë, me kual, në Valletta, edhe në Mbastina, edhe mbasi ka qenë kolonia, ta krejtë njëfshin princin, po më ndim fotografojshin edhe mund karocën tjetër, se me nëshin që unë jëm... Po, royalty. Po, edhe në të bu, si tita. Po, në pritje kanë qenë, më thonë, përpos Brad Pitt, Angelinës edhe Prince William, edhe unë. Kanë qenë edhe tjerë, po unë e s'po di Brad Pitt a ka mendu ka lyp akull. Opa! Tu menu që ka ma lyp numrin e telefonit, po jo, më lyp jo akull, tash unë s'po di a ka... Ka mendu që je kamarire? A ka mendu që jem kamarire, se si ke qenë e veshën? Po, tesha ceremoniale kur i dorëzon... Janë zeza, zakonisht. Të zeza, po, me një këmish jo të bardhë, qereq, po ka qenë këmish, më thënë, po... Edhe qka i thati? Unë u dëshpërova normalisht, edhe thash jesh shorë, edhe shkoj thash kamaririt, shko qëj që ati kosoqet. Qëja do akull që aty? Mërdhije krejt? Jo, s'kom thonë kosoqet, se s'ditë si thotë kosoqet anglisht, po... Ja, adën që shtu, kom thonë, that gentleman, so mi kej noti, mi thonë Mr. Pitt, adën. Tha needs ice, adën. Po së është hera parë, se edhe kur kom qenë e martu me Michaelin, dhe me thonë njerë kena pas festu bashkimin e Gjermanisë, edhe unë e kom qenë e veshun me veshje tradicionale të Bavarisë, Gjermanisë, tërndë. Po unë se kom ditë njëtën kohë dhe kamarierët që kanë shërby kanë qenë. E këtë jëmë silë më kanë lyp bira edhe së gjokë. Okej. Që kjo, akull më kanë lyp Brad Pitti. Akull. Më thoj, tash vetë me veti që a i ka lyp, ka mujtë diçka ma mirë për nejse. Akull. Letë shkan letë për njëri lyp që asko. O dhe, ka lyp akull. Okej. Pse të ka thirë djali një kohë babi? A të ka thirë? Po, më ka thirë babi. Ku pe din beni e unë e s'pedi? Djali e më Gjon Marini kur i boni 3 vjetë, edhe nisi me shkun qërë dhe normalisht qërë dhe fillojnë muhabeti, babi, kusho mami. Edhe mande nisi me më pytë ku e kom babin, ku ka shku babi. Se aj si fëmi e ka mendu që babi ka shku dikon, edhe normale. Se të ka thirë babi? Nisi me pytë kua babi, pëse si e ka emnin babi, a ka shku babi. Ne mande i thash qëra, thash Spider-Mani s'ka babi, Batmani s'ka babi, Ksulkuqja s'ka babi, unë s'kom babi, edhe 3 dërkucat, adin dhe më thonë për nivelin e tina, me Kështu që ati mande nisi mi pëlqy, Tarzani s'ka babi, nisi mi pëlqy që është në grupin e herojve tina, dhe thash qëra, thash babi, mami, është emën. Nëse donë, thash ti, mund është më thirë babi. E kisha me rëndësia i me folje dhe me qytë prej sistemit. Dhe a i tha, mundëm, thash që unë përshkojnë kuzhinë, thash hajtë ta provojmë. Shkojnë kuzhinë, a i, babi, unë urna, nisi me qish. Hajtë thash edhe njëherë, babi, unë urna, do më thonë me lshu ventilin, se thëmë në, adhen, mos më obsesionu, adhen, Se se ka babën. Se se ka babën, edhe me... Tash është shumë rahat me atë punë. Absolutisht, po. Mirë, po kur ka qenë 4 vjeç, ta ka falë atë unazë. E di shumë mirë. Po shë që edhe ti pëdysha. Normal që i di. A po shë edhe ti pëdysha. Pa tjetër. S'ma ka falë, kjo unazë është prej Lego, prej lodrave tijat Legos. Edhe ku me dita e ka pasi unazë të fejesës. Edhe një ditë, si ka qenë të lujtë, une qka të bon kuzhinë, ose të pastru që abëdjone, se kom punën mirë me shën demostosin,
Edhe vëq e poshtë që ish ullë në gjoj, edhe e kish marrë pesama, qështo, grushtat e ti të vegjel, e kishit, edhe ish ullë në gjoj, edhe mami tha, a maltohesh me mua? O zemrë. Edhe një pytje? Okej, edhe 3 pytje. Edhe 3 pytje. Po më duket dikush e ka këtë përgjigjen. Apo? Diçka levritje. Okej. Ti përfundojmë këto dhe pastaj shkojmë me përgjigjet. Kush të ka thënë Rambujes është gjuna me gjujt ty me snajper? Ta kam thënë. Po, une tregova që në Rambuje kom shku si pjesë e delegacionit të Bashkimit Evropian, edhe këtu më ka shkru Bashkimi Evropian, European Union, dhe Frances dhe lezojshin Jean Balazh. Tisa ku marrë vesh që Jean Balazh, jo mune. Po se ngojshin mas me Madame Jean Balazh, Madame Jean Balazh. Edhe, po tregoj kush më ka thonë. Edhe më ndej delegacioni sëpë që ka qenë jashtëzakonisht agresiv. Ata e kanë pyet Janin e ke taku edhe ti, edhe Davidin, edhe Peti. Janë Kikirtin, po, se më kanë po, adin po foli anglisht, po foli sërbisht, po foli... Se Jani ka thonë është e Malitzi që nuk ka rajt, adin. Absolutisht. Adin, edhe ata kanë mendu që unë jam malazize. Edhe unë për çdo ditë hajsha drejk me fundit, se Petrici gjithmonë pak para drejkës ose mbas drejkës do kemu taku me antarë të delegacionit edhe me vazhdu negociatat. Edhe kështu që mu mbike me hangër e fundit. Edhe një ditë të hangër, po vjen ka qenë Shajnovici, kryesuesi delegacionit të Jugosllavis, edhe Shtambuku që ka qenë ministri i arsimit në atë kohë. Edhe tash, masi e këshim pyet Jani ka thonë është e Malitzi. Edhe ma bon, a qka jeni ju të Malitzi, do më thonë sërbisht. Tha, si ti krym, tha me shqiptar, tha ma nde juve, tha se kështu, se po do një menam. Atër, Malitzi kishin fillu vetëm përpjekjet e para për pavarësi. Po, për munda. Për munda, po. Edhe tha, se po do një, tha, ju thikën mas shpinës neve, atën. Po, në fund këta e marrin vesh që në të vërtet unë jam shqiptare, s'po di prej kujna. Edhe unë e tu hyjnë autobus që ato që tregova, që në moment fundit vendosim më këthy me delegacionin e Kosovës në Prishtinë, në koridorët e Kështjellës, veç që kom një dikush të më thonë bukuria, po këthejnë atë ajo bukuria në pa, që kur thot dikush bukuria, jom të lashe, edhe ishte ky ministri i arsimit Shtambuk. Tha, znači Albanka? Dhe më thonë, tha, je shqiptare të në të vërtit. Po, tha, shqiptare në Malitzi, anë. Tha, gjëna bre, tha, ty me të këqyrë, ka snajperi. Dhe më thonë, me më gjujtë. Anë. Si u përgjegje ti? Isto i za vas. Edhe unë të këqyrë. Edhe unë të këqyrë, ka snajperi. Shumë interesante këto, sidomos të para luftës. Po, edhe... A din më të cutë? Edhe kobi po të dënë, manini? Uj, zemra? A të ka marrë malja? Të ka marrë malja? U, beba. Kujtja kem shumë e pajica gjatë ceremonisë së shëntrimit të nënës Teres. Kujt? Okej, s'pe kalzoj me emën, apo po e kalzoj se, do më thonë, para shëntrimit, për shdo dit ju dërgojsha letra personave, zyrtarve që kishin me marrë pjesë. Ju shkrysha se qka me vesh, qka me marrë me vete, do më thonë, jom shumë metodike, pak e kom edhe rëm prej shburit, do më thonë, im kam su më kone pak e kiamitit, ashtë si gjysë Gjermane, kom qef kretë me organizu, kretë me qenë në regull. Edhe dojsha që kretë me shku perfekte, që edhe ka qenë gati. Dhe gjatë ceremonisë së shëntrimit të në përshof një antare të delegacionit tonë, e kështë të marrë telefonin, po, lika atje nona Teres, Santa Madre, ajo këshur ke ka pëjnë se ndili ma bukur për selfie. Edhe në një rritime si përse shumë dzita. Vështja kom shumë, Vështja kom Lia telefon.
Po Mirja pas ke bo, nejse s'na ke tregu emrin, po... Jo, se nuk ndrën shumë, nuk ndrën. A dhe në më thanë, po, s'mu ka idhnu, si thonë të nasi pas venit bot ku venit, që kjo është protokolli. Pse ka qajt gruja e reshta i njërit për shkak këtej? Pse ka qa? Okej, ishburi jem është martu, e ka një gru shumë të mirë. është vërtet shumë e mirë, është gjysë gjermane, gjysë italiane, dhe jam shumë e lumtun për ta se ka gjetë poqen me ta, që me mujtë se s'ka mujtë me gjetë. Jo, martesa është 50-50, adhe në më thënë, kur nuk thëmë që a i ka pas fajet, adhe në më thënë, sa t'investon që edhe me rapa. Po, atëherë, kur i në ndoja, ka qenë shkunorizimi ma i shpejtë në botë. Po, jo, se veç para prakisht na ishin marrë vesh, të më thonë, qka kujtë. Ato qka ishin të mija, tina, po, një unaz e familjes tina që ma padon hala tina, që ka qenë e familjes Steiner, ka qenë shumë e kushtushme, edhe ishviraja me ma bëke ruje se është kohës i të lirit, kështu, aty më që me, është në rëndësi. Edhe, të më thoni, ka pas 2 diamantat të mdhej për burra dhe gru, gjyshën e Majkrit, edhe 4 emeralda anash, se këta i kanë syte gjelbërta. Për 4 fëmi, të më thoni, ka qenë vërtit custom made, e punu me enkas për gjyshën. Edhe ma dhanë mu, kru martova, ta shu na kru ndom, mu më vike pa lidhje se edhe mu më vjen mërzi me pas dikush unazën e mamit tem ose gjyshës teme, që nuk është antare e familjes. Po Majkrit, dhe jo, ty ta kanë dhënë për shkak, adin që e martu, është e jotja, jo, zdoj keme marë, adin. Asu në zdoj që me marë, jena pas shty për që të nazë katastrofë. Edhe, metit të unë e thash adin si, nëse martu dikush prej familjes tonë, adin sa i ka pas si mesa, ja jepe, se zdoj keme marë, s'po di pse. E kish me rëndësi që unë e me maj që të nazë. Po këthe në ditët e sot me u martu, edhe unë e të e thuj kryt qa mi ble grus, tina, se mftun në darsëm, ku në nërëzim, se darsëm s'kanë bo, edhe unë ja bleva një dorës të filigranit, të argendit, po nem, i holë shumë, edhe mu kujtu mandi unaza, se unaza kish me që aty në kutin tërë, as isha ajo që e baj, se adhen shumë kështu, të më thonë, e madhe, shumë e vizlushme, po dhe si shte jemja, as me shqit jo se jo as viken shpreje, kërë që mu kujtu thash për jepe, edhe shkova unë edhe ta shkurtojnë mu abitin. Po, i shkrujnë e Majkrit, për jabi unazën, a i prap, do të me qenë korekte, më tha, Bili s'ke nevoj, është unaza jote, s'ke nevoj mi adhon e Elisës. Jo, thash, po du, thash, se ajo është, zonja Steiner është, thash, adhen. Edhe, unë u qoha me majt një fjallim, edhe kisha unazën këtu, a i tha si të dush. Tash për të regoj, thash, është një unazë, ka një histori të bukur, po ju të regoja në iknej. Edhe në fund, thash, pra, kjo unazë i takon Elisës, edhe adin të dosh një ashtë, thash, welcome to the family, dear, adin. Edhe, do vëllën, kretë kanë qërë se ka qenë një situatë shumë simpatike, po më ndojon, edhe Michael nisi me qërë, sa aje ka kuptu humorin, adin, halo e kuptan. Po që ka ndodhë është që kjo t'ja plasi vajt në qiri, e në aton metëm. Qa si vajt, adhen, dhe më thonë, unë e se kësha prit, jo se jo, po edhe tjerë, adhen, me dzje që të sumë, unë e thash, Anjani, mama, give me the ring, give me the don't cry. Ajo tha, unë adhen, buk falisht, atë verbatim që shtu tha, nuk e kom prit që ki musit që ka që mirë me mu. Unë, thash unë e du të me tu falenderu. Që po, dhe më thonë, po, që kjo ka qenë, dhe më thonë, ka qajtë kanë qenë lot të gzimit, ose s'poku, që ashtu ajo, nuk e kom prit. Miqë të ndëruar, këtu praktikisht ne përfundojmë me Bilin, po jo komplet, se kemi edhe diçka që s'do ta flas Bili, po do ta shkruaj. Bili, ne kemi fletoren e emisionit, edhe në këtë fletore, para se t'i lexoj me SMS-at. S'po i lexoj se mandej nuk qeshë. Do t'a shkruash një mendim tëndin lidhur me emisionin, si e ndjerë sot, si po të duket e gjithë kjo, dhe në fund të vitit... A mu i me thonë që jam shumë e undë?
Po, a donë që baba? Jo, thash me shkru, jo më djerë, tash jam unë të. Tash jo mund tu thuj. I porosisim që baba, bilit. Ha dhune që baba, se jam tërpjajk. Me dashur Gjeri, të dashur staf të Rëtovanisteni, ishte një ditë e veçantë për mua, faleminderit në dorem. Më keni mësu me gatu, faleminderit Ola. Dhe me keni hjek frigën nga intervistat, faleminderit Gjeri, se kjo është intervista e me e parë. Mos më thuj. Cash në fillim se ku mërzi, do më thonë, me fol, me... Ndoshta edhe prej fëmirisë se na i thojna fëmive, shuj, s'din, adin, mos fal shumë, gjithmonë do dikush ma i madh me fol. S'pa ku ka qenë ashtu kru ne kom qenë fëmi. Gjeri, zemër faleminderit në nder dhe në nder kohë dhe dashni me të mira. A me shkru Bilja Bukuria. Bili, Bukuria. se gjithmonë me Bili. Faleminderit. Qka do që të shkruj? Faleminderit shumë. Nuk e përshkru në krejt ato. Shumë. Faleminderit shumë, Bilit. Ti kthehemi SMS-ave, ta shofim atë ka dërgu kush. Okej, vajza Dajës, Dona, në Tivar. Po shkruan, okej, a ke nevojë edhe për vaj? Të Po, qoftë për në bar, tullinit, thuj. të qoftë në bar petullat skajnë kufiz. Skajnë kufi, më. Sa jo Tivarit, skajnë. Skajnë kufi, moj, skajnë kufi. Okej, edhe ka shkru këshja jem që bon korniza, pikturave, nëse me paguni lugën dhe kilën e mjellit do jem kraj juaj. Nështë ta ka shku rrugën. Nëse me pa lugën ose rrugën, s'pëdi. Nështë ta ka desh me thonë rrugën. Nëse ma paguani lugën dhe kilën e mjellit, do jem krah juaj. Okej. Ka me thonë, okej. Po, këta dy në thash që të kështë hashru në mjeshtërve me njerë ishin da imru. Do me thonë vetëm këta... Po, edhe kolegja. Po, kolegja Mihri e Bejici. Për ndryshe, edhe kjo është nënë e vetme, edhe vajza kësaj, vjetë ka qenë, ka marrë pjesë në Olimpiadën Paris, si notare, ka përfaqësu Kosovën. Wow, bravo. Po, edhe me thonë, edhe ka qenë përfaqësu pjesëmarrësja ma e re në Olimpiadë, jo vetëm për Kosovës, po kështë në Olimpiadë. Bravo. Edhe e kom i dollë që të nënë. Po, me qëfar mjelli Bili, të pjekura me vaj, atë lyën, po thotë Mihria. Me qka të dush, Mihrie, me qka të dush. S'po marrin seriozisht apshe, atë thash që mjeshtët më kishin marrë ma seriozisht. Po, se mjeshtërve i rrinë mi kry. Por, në këto momente, mishë të nderuar, i dëgjuam edhe përgjigjet në SMS-in pazarar, unë e kam edhe një dhurat të vogël për Bilin dhe të përshëndetem me Bilin. Po e pres dhuratën, Bili. Ju kemi në majtë të gjuhës, se nisha, faleminderit shumë e bukur. Se je shembol për të mirë. Po shpresoj. Je një grua e fuqishme, mos t'i përmendi krejt që ka kom thonë në fillim, po je një grua e fuqishme edhe je një grua që ke punu tër kohën dhe nuk je ndalë. Shumë keq që nuk e dhanë intervista deri sot, por mu po m'bjen shumë mirë që të gjitha ekskluzive i kemi sot me që të nderuar. Kështu që të falemderit shumë. Falemderit edhe për teja, falemderit për kohë, për durim, ashtu si e kom shkru. Falemderit në durim stofit tënë, dhe për këtë mundësi, edhe pse kom marrë të ty është pse të besoj. Falemderit shumë. Kështu që Makedonin ndjenë të rahatis. E që për mu nuk është e vogël. Se në baston këtu në që i kena full, e kom shumë e rëndësi me mundi rahat kur shkoj të këmë. Falemderit shumë, falemderit që po ma thu, se... Aha, përet. Po, okej. Ti po më nënë që vështë ti kebe, fasina. Da shta këthej unë e ty. Më falë veç pak. Pas ka ro. Më falëni. Okej. E kena një dhurat edhe për ty. Këto e ki prej gjallit tem. Oshtë pak është shka për tërë në ndërko, po shpresoj që të pëlqen. Prej Marinit brez zemrës vogël, për ndryshe me Marinin njipemi mire dhe kemi bar rrugën e Ulqinit. O zemra vogël, o zemra.
O të faleminderit o yll. Të ka shkruar edhe diçka për mas. Teta Gjeri të Don John Marini. O shpirti i vogël. Për ndryshe kemi udhëtu me John Marini kur e ka pas edhe dorën e lënduar. Po, faleminderit Zemra. shumë. A po sa shumë Nina rahat me ty që ta jepi djalën. O, rrushi i vogël. Faleminderit. Shumë të faleminderit. Po shpresoj që nëse s'ja ka qellu shumë, po Jo, po kjo është njëri prej kujtimeve më të bukura në këtë emision. po mirë. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Është në atë fazën ku po ka qef me pikturu. Edhe për pikturan tash edhe shok të klasës, edhe tash e ka zbulu që me kështu dhurata fiton shumë në kuptimin emocional të njerëzve. Se që adem po ka qef me i befasu. Begjet Pacullit për shembull ja ka bu një se i ka thënë faleminderit që ma ke shëruar mamin. Unë si kom tregu ndoshta na ka nik kështu në muhabet. Edhe kur se shkojmë shpesh te ta se edhe mos e ka ajo nuk jeton këtu. Edhe tha po du me ja bo agjet bëgjet, edhe ja kishte bo Gjeri, edhe ja kishte bo krah të ngjyrhiri. Thash pse ja ki bo krah si tengjëll po ngjyrhiri. Po tha mi ja bo të bardha, tha do më thonë ka dik, është po yll. O loçka. Tha kështu që hiri që nuk dallon, po që din ata që është njëri i mirë. O zemra. Shumë faleminderit John Marin. Do ta mbaj si kujtim shumë të dashtun. Ndërsa miq të nderuar, unë këtu po përshëndetem me Bilin, faleminderit Bili për të gjitha ato që i ndave me ne dhe me publikun. Është hera e parë që po e ndëgjoj një rrëfim tëndin dhe shpresoj që edhe ti do t'jesh e kënaqur me atë që do ta përjetosh pas, për shkak se e di që shumë njerëz do të kontaktojnë dhe do ta shprehin mendimin dhe ndjenjen e vet ndaj asaj që kanë dëgjuar dhe kanë parë sot. Miq të nderuar, ju faleminderit për kohën që e keni ndarë me ne. Ju dëshiroj një të diel të këndshme deri në fund dhe një javë të qetë deri në javën tjetër kur shihemi përsëri. Ndërsa me Bilin shpresojmë që do të shiheni në intervista tjera. Faleminderit shumë. Gjithmonë gëzime, se thojnë në fqinje. Gjithmonë gëzime.